Ky vit po rezulton i mbar për sektorin e bujqësisë në rajonin e Shkodrës, me një rritje të dukshme të prodhimeve, veçanërisht në disa kultura të rëndësishme si gruri, duhani apo edhe perimet. Sipas specialistëve të Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë trend janë kushtet e favorshme klimatike dhe angazhimi më i madh i fermerëve për të zgjeruar sipërfaqet e mbjella. Prodhimet bujqësore të vit janë mirë, nuk kanë pas probleme. Edhe pranvera ka majtë edhe i lagët, nuk ka pas probleme thatësirash. Mira është dohani, është mirë sipërfaqja e dohanit më shumë se sa vitet e tjera. Është më i zhvilluar se sa vitet e tjera. Perimet janë në trend që kanë çdo vit. Gruni është shumë mirë sepse pranvera e lagët. Shpresoj të marrim prodhime më të mira se sa vitin kaluar. Përveç se kushteve klimatike në zonën e Nën Shkodrës, se investimet në infrastrukturën e vaditjes të realizuara apo që janë ende në proces, po japin rezultate të dukshme duke nxitur zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e rendimentit. Kohët e fundit interesi është arritur nga ana e fermerëve, sepse duke pa këta investime normalisht edhe interesi për të mbjellë sa më shumë misër dhe kultura bujqësore si shërbejnë blegtërisë, po shohim se interesi i fermerëve është arritur. Por ndërkohë që disa kultura po përjetojnë një sezon të suksesshëm, situata nuk është e njëjtë për bimët medicinale që kultivohen kryesisht në zonën e Malësisë së Madhe. Interesi për kultivimin e tyre është në rënje dhe kjo për shkak kryesisht të mungesës së tregjive të sigurta për shitje.